i certifikon KSZ-ja, certifikon dhe konsiderohet është se ka fitu mandatin. Pastaj kemi këtë veprim procedural që fatkeqësisht na keq përdorim. Domethënë, jemi të prirur, mi keq interpretuar ose mi keq përdor disa nene të ligjeve të kushtetutës e kështu me radhë. Dhe mendoj që është duhet t'i bëjmë arsyet që në të ardhmen, sidomos këto pengesa, këto ti specifikojmë në kushtetut, sepse vetëm krijojmë pengesa, gjithmonë kemi këto pengesa, dhe po jemi të prirur për një gjë të tillë. Kjo dëmton demokracinë, konsolidimin e institucioneve të vendit, dhe është e dëmshme në përgjithësi. Jo, kur don me relativizu gjithçka, flet si zoti Hodaj. Do me thonë, shefin e tempullit demokracisë don me zjedh shefin e tempullit demokracisë ti don me zjedh në mënyrë jo demokratike. Jo, më po fole në bazë legislatura, unë e kur nuk unë pa që u zjedh kryetari kuvendit mirë shef. Ka me të pa me këto, ka me të shkrume, jo me të pa me. Ku është e shkrume? është e shkrume në rregullorën e kuvendit, është e shkrume në po. Pse gjithë u zjedh me dorë, me ngritje dorës? Që jenë ndalume. Ka lidhje, bre, nuk e mdohen që është ndalume ajo. Ty po thu që është në rregull gjithë shka. Do më thonë, shefin e parlamentit. Unë atë zja më kuptove. Shefin e parlamentit, jo, po të kuptoj se ti për relativizon gjithë shka. Ty po do këtë qashto, be? Po jo, qashto është. Nëse ke po nëjherë 8 legislatura tjera... Unë jam jurist, jam këtu folë, duhet me folë me nene, me kushtetut, me regullor, jo palavra këto. Jo, nxirë edhe nenet, edhe kushtetut që ndosh. Qështu më ka thonë, jo dhe përsa, s'kina po në këtë vend. Ato mund është më martim, asisa në unë e kam do parime, mendimet time i bazaj. Ti me kryetar të kuvendit që u zhjën qatë mënyrë. S'ka lidhja, unë po t'i thame, s'ka lidhja. A i në to avancu, a i në to degradu. Jo, ka lidhja, apo du me të regu të jo mashtë. Pse zgjidhet presidenti me votim të shetë? Pse zgjidhet? Votimi të shetë është ma demokratik, është për me dosh me ta... Gjeni kryetar të kuvendit që u zhjën qatë mënyrë. Unë asë nuk ta gjej, asë nuk jam bëjtirë. Është mirë. Po thamë, votimi i fshat është ma demokratik. Qysh me fshat ma demokratik? Votimi i fshat është pazare. Si ajo që e tha me Ganigecin, tham kanë thirë për vajzën e vetë. Se ata qatë mënyrë po dojnë me bo votat. Nuk i kanë 61 vota, po dojnë me dhonë pare me ble njerës. Edhe qashtu. Tash njëri një avogat me artu me thunë, me relativizu gjithë shka në regullë. Unë palavra më jo folë si ti. Ja, palavra ti e të folë. Unë folë në bazë interpretimit të regullores edhe të kushtetutës që shërë regullat. Unë nuk po thamë që është ndalume, ja, për kontra zi. E lejume është. Për mu vesh, të lojë është. Edhe që ashtu është që ka ndodhë, nuk as po ta mohaj që s'ka ndodhë votimi publik. Nuk po ta mohaj. Nuk thash kur. Nuk thash, nuk ta mohova. Gjeja ma mirë që ndodhë, dhe me thonë kryetari kuvendit mu zjedhë, njërë mi pas votat, mi arrit votat. Nuk i ka. Kërse të thonë, na krejtë dim që se janë t'i pas me zjedhë votat. A është ndaluar me zjedhë, me votim të fshehtë është... është jo demokratike. Se kjo po dhjetë që është pjesë e pazareve politike. është pjesë e pazareve politike, po thirë njerës, po ipen premtime, ndoshta edhe pare, edhe gjithë shka për me bo kryetar në kuvendit. Dhjetë kush po voton? Sakt. Po, qatë për kërkojmë. Që është ndaluar... Tempullin e demokracisë, po dojmë me zjedhë njërë demokratike me ngritje dore. Si na tu këthy një 100 vjetë mbrapa, jena tu avancu. Nëse su zjedhë kur një kryetari kuvendit, pse me zjedhë legislaturës nonë, pse na duhet Albulena, 8 herë ka provu, su zjedhë. Pse duhet mshet, pse s'ka fillu mënyrë mshet.